Policia e Lezhës ka arritur të gjejë edhe automjetin e dytë, i cili dyshohet të jetë përdorur nga autorët për vrasjen e çiftit të bashkëshortëve Kreshnik dhe Gentiana Mujeci mesditën e së dielës në fshatin Balldrejt të Lezhës. Sipas policisë, si rezultati i hetimeve, informacionet e siguruara dhe kontrolleve të imtësishme në terren, të kryera nga shërbimet në fshatin Torovic, në një rrugë dytësore në Tok Ar, pranë një kanali u gjet një automjet tip Audi A4, i cili dyshohet se është i përfshirë në dinamikën e ngjarjes dhe është përdorur nga bashkautorët, të cilët kanë pasur rolin e vëzhguesve të lëvizjeve të viktimave. Gjatë kthyer së tij, brenda automjetit u gjetën dokumente që i përkisnin autorëve të shpatur në kërkim. Me qëllim kryerjen e verifikimeve më të specializuara, automjeti u sekuestrua si provë materiale dhe do t'i nënshtrohet ekspertizave kriminalistike. Policia bën me dije se vazhdojnë kontrollet e vazhdueshme për lokalizimin dhe kapjen e 4 personave të shpatur në kërkim për vrasjen e çiftit Mujeci. Ndërkohë, një ditë më parë pranë një banese në zonën e Torovicës, u gjet edhe automjeti tjetër tip Volkswagen Polo pa targa, i cili është përdorur për kryerjen e krimit, si dhe sende të tjera të vlefshme që do t'i shërbejnë hetimit të kësaj ngjarjeje të rëndë.